Faqa na ishte dikur, sjell një nga rrëthimet më të bukura nga Elena Mikhalkova. Një ditë, gjyshja ime më dha një këshill që nuk e kam harruar kur. Ajo foli me një zë të qetë, të ngrohtë dhe të durueshëm, një zë që të bënte të ndjeje se çdo gjë do të ishte në rregull. Ajo tha: "Në kohë të vështira, bëj hapa të vegjël. Mos u shqetëso për gjithçka që të pret nesër apo pasnesër. Bëj vetëm atë që mund të bësh sot dhe bëje pak nga pak. Një hap në një kohë, jo të gjithë hapat një herës. Jo nxitim, jo presion. Vetëm hapa të vegjël, me dashuri dhe kujdes për veten." Dhe më tregoi shembuj të thjeshtë, por të fuqishëm. Lani enët, pastroni pluhurat e një cepi që nuk e sheh askush. Përgatitni pak supë për dikë që doni. Shkruani një letër, edhe nëse nuk e dërgoni me një herë. Gjëra të vogla, gjeste të vogla, por të bëra me dashuri dhe durim. Ajo më tha të ndaloja pas çdo hap, të merrja frym dhe të pranonte përpjekjen. Komplimento veten, tha ajo, thuaj vetes, e bëra këtë, e përballova. Një hap tjetër është gjithmonë i mundur. Në fillim mund të mos e vëres ndryshimin, duket sikur gjithçka mbetet e njëjtë, por me kohë, hap pas hapi, gjërat fillojnë të ndryshojnë. Dhe një ditë, pa e kuptuar, mund të shikosh përpara, të mendosh për të ardhmen, pa atë frikë, pa atë dhembje që të mbante të bllokuar. Në çdo hap të vogël ka një rrugë, në çdo gjest të thjeshtë ka shërim. Dhe ndoshta, pikërisht në ato ditë të qeta, kur bën pak supë, kur shkruan një letër, kur pastron një cep të dhomës, apo thjesht ndan një moment paqeje me veten, aty ndodh ndryshimi. Shiko këtë si një ftesë. Një ftesë për të qenë të butë me veten, për të dashur veten, edhe kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. Një kujtesë se shërohemi jo me mrekulli të mëdha, por me gjeste të vogla, me hapa të vegjël që ndërtojnë rrugën përpara. Ndalo për një moment, merr frym, prano përpjekjen tënde, dhe pastaj bëj një hap tjetër, një tjetër, dhe pastaj një tjetër. Pa nxitim, pa presion. Dhe kur sheh pas, do të kuptosh se çdo hap i vogël që ke bërë ka krijuar një rrugë të re për ty. Një rrugë ku mund të shikosh përpara, me shpresë, me paqe dhe me dashuri. Sepse kështu shërohemi. Një gjest në të njëjtën kohë, një ditë në një kohë. Dhe një hap i vogël mund të ndryshojë gjithçka.